programi të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio unë kam të ftuar pedagog dhe student të departamentit të infermieristikës në Universitetin Luigi Gurakuqi. Mirë se keni ardhur në studion tonë. Në fakt do t'i drejtohemi një rasti të veçantë. Një rasti të veçantë ose një eksperiencë të përjetuar vitet e fundit pikërisht nga studentët e këtij universiteti, të departamentit të infermieristikës. Natyrisht praktika është ajo që e bën njeriu të ndjehet afër realitetit, afër jetës. Pa të dias do të kish kuptim. Por gjithsesi kur i drejtohesh me një dashamirësi, dashuri, përkushtim, çdo gjë që lidhet me atë dëshirë të madhe për të prekur vazhdimsinë tënde profesionale, aq më tepër në fillimet e një jete të tillë, çdo gjë merr një kuptim të bukur dhe të paharruar. Le t'i drejtohemi rastit konkret. Studentët janë një skuadër prej 6 studentësh, kanë marrë pjesë në një projekt ose në një mision shumë të bukur në ndihmë të njerëzve, kanë udhëtuar larg nga vendi, pikërisht aty ku është paraqitur një kërkesë, një nevojë, një projekt, një mision për t'u arritur në Bosnjë, drejt një vendi të veçantë ku njerëzit bëjnë një pelegrinazh në një vend të shenjtë për të ndihmuar ata në rastet e çfarëdo llojshme shëndetësore që mund të kenë. Dhe ja pra këtu pranë mikrofonit dua t'i prezantoj edhe një herë shefin e departamentit të infermieristikës Emiliano Pietri. Mirë se keni ardhur, dhe pedagogun Julian Kraja. Më vjen shumë mirë që treguesit e punës suaj janë intensiv, janë të prekshëm, janë të dukshëm, ndaj ne jemi shumë të hapur për t'ju ftuar her pas here në programet tona. Kaluat një eksperiencë të bukur me konferencën e parë mbarkombëtare të shkencave mjekësore teknike, dhe tani le t'i drejtohemi konkretisht diçkaje që ju studentët tuaj janë përballur. Çfarë ishte ky projekt, ky mision që këta student kanë nisur ende pa mbaruar shkollën? Faleminderit për ftesën. Për ne është kënaqësi që vim në emisionin tuaj, prezantojmë punën tonë dhe gjithashtu prezantojmë edhe studentët tonë. Faleminderit juve. Ne kemi një marrëdhënie prej vitesh me Maltezën, ku ne sigurojmë ose ofrojmë studentave tonë trajnime për ndihmën e parë. Po prej vitesh dhe kemi vullnetar profesionist që vinë nga Italia, dhe këtu gjera se në përshëndet, Gregorio Barbari, i cili bën një punë të pa precedent, bën një punë vullnetare me studentët tonë duke i trajnuar për ndihmën e parë. Ndihmën e parë jo vetëm me arrestin kardiak, sepse aty shka menaxhille, por me shumë situata tjera. Pasoj eksperiencën në vite, ne e pa me të arsyeshme me konkretizu punën tonë në terren. Pra pasi studentët tonë, jo gjithë, sepse është e pa mundur, po një grup studentësh pasi u trajnuan më së miri nga trajner profesionist për ndihmën e parë, kuptohet që studentët tonë vinë edhe me një bagazh të mjaftueshëm teoriko-praktik që marrin nga shkolla. Ne menduame së bashku me departamentin dhe konkretisht me shefin e departamentit me bëhat mundur realizimin e praktikave, pra sepse kjo është misioni jonë, me bëhat realizimin e praktikave në terren. Dhe pikërisht ishte momenti i duhur kur na u dha mundësia nga Maltezër që studentët tonë me i dërgu në Bosnjë Hercegovinë në një qytet që quhet Međugorje, ku njerëzit shkojnë me bë pelegrinazh. Kuptohet që aty shkojnë njerëz dhe përgjithësi shkojnë njerëz të moshave të thyera, terreni është shumë i vështirë dhe aty ka gjithmonë raste, ka gjithmonë vend për me dhënë ndihmën e parë. Studentët tonë japin ndihmë vullnetare dhe ndërkohë pra si nga ana e departamentit i bëhet një dhe praktika
profesionale e tyre. Si zgjodhët këto studentë, sepse ju keni shumë studentë dhe keni zgjedhur një skuadër prej 6 studentësh, janë vajza, por keni edhe një djalë Enrikon. Bët një përzgjedhje apo kishte shumë dëshira për të marrë pjesë? Atëherë, ne bëjmë trajnime me grupe studentësh të cilët janë të interesuar, nuk mund të themi që 100% studentëve janë të interesuar, ne kena pas 2 vetë studenta që kanë shku në Bosnje, në Mëgjegor, kanë bërë punën vullnetare dhe kanë dhënë ndihmën e tyre, dhe eksperienca atyne na bani ne për me ndërmarrë këtë veprim me studentat. Përzgjedhja studentave ishte e para dëshira e tyre, sepse normalisht kudo të dëshira e studentave me realizu këtë mision, dhe nga numri i madh, pastaj fluksi i madh i studentëve na mundu me zgjell pikantët, studentët më të mirë dhe me vullnetin më të mirë, me dëshirën më të madhe që kanë për me dhënë ndihmën e parë. Kjo është mënyra e përgjedhjes. Ka pas shumë studentë që kanë dashur me shku, ne gjithmonë gjajmë atë kohën kur realizohet praktika dhe këtë praktikë e zhvendosim atje në terren. Në fakt, profesor, unë mendoj që këtu bashkohen disa ndjesi. Është përgatitja teorike e bazuar dhe me praktikat që ju keni realizuar, por edhe me një bazë të fortë, të mirë, shpirtërore, psikologjike, që lidhet edhe me detyrën, sepse nuk mund të marrësh përsipër një mision, të realizosh një projekt, nëse psikologjikisht nuk je mirë i përgatitur, nëse vetë kjo detyrë kaq e bukur, siç është detyra e infermierit të ashëm, të mos shkrihet pikërisht me ndjesinë e humanizmit, të afrimitetit me njeriu në nevojë, të çdo gjëje që ka të bëjë me ndihmën e parë dhe profesionale. Absolutisht, ajo që thatë ju është mas e vërtet. Jo më kot, kurrikulat e departamentit të infermerisë kanë një numër rreth 480 orë që i përgatit studentët në të 2 ciklet e studimit në aspektin psikologjik dhe në aspektin shpirtëror në lidhje me pacientin. Kjo është manifestu mas miri, jo vetëm në rastin konkret që është i veçantë dhe duhet përgëzuar të gjithë studentët që janë këtu, pa alam, pa përshëndet, domethënë dhe të gjithë ato studentët të tjerë, të cilët janë në strukturën e trajnimeve me vullnetarin që përmend edhe profesor Juli më përpara në departamentin e infermierisë, por kjo është manifestuar edhe herë tjera në qytetin e Shkodrës, duke kryer në mënyrë vullnetare testime të popullatës në lidhje me peshën, gjatësinë, pra indeksin e masës trupore, presionin arterial, glicemin, parandalimin e kancerit të gjirit, etj, aktivitete të gjitha që kanë nevojë jo vetëm për përgatitje profesionale, por edhe një shpirt jashtëzakonisht të madh human. Gjëra të cila pa frikë them që mas miri e kanë demonstruar edhe studentët që kena sot në panel, por e demonstrojnë çdo ditë të gjithë kolegët tonë në të gjitha aktivitetet që ato realizojnë, jo vetëm në punën që kanë marrëdhënie ekonomike dhe juridike, por edhe në të gjithë aktivitetet e tjera jetësore ku kanë vetëm marrëdhënie njerëzore. Ne faktikisht duhet ju falenderojmë ju në lidhje me mundësinë që na jepni për të prezantuar rast mas rasti departamenti infermieri, rast mas rastit na i krijon një mundësi për të dhënë mesazhe popullatës dhe aktorëve të cilët mundën për me kontribuar diçka më tepër në lidhje me qytetin e Shkodrës, por edhe me Gjerë, siç mund me kenë dhe bashkia ku është shumë e nevojshme që të krijohet mundësia studentëve, për shembull në bashkëpunim dhe me departamentet e tjera siç është departamenti i edukimit fizik, pse jo të mos japin kontributin e tyre vullnetar në pikat turistike të Shkodrës, si në Theth, në Bog, në Razëm, në Velipoj, në Shirok,
Pra të krijohen grupe vullnetare studentësh që mbështeten me projekte nga pushteti vendor ose pushteti qendror me qëllim që gjithë secili prej studentëve të ushtrojë aktivitetin e tyre dhe të edukohen nëpërmjet punës. Kjo është vlera, një punë fillon, mbaron, por ndjesia që mbetet, ai gur që ngulitet në formimin e personalitetit është shumë i rëndësishëm. Ndaj këto projekte, këto misione të vogla që kanë një nisje, që kanë një zhvillim, që kanë një ecuri, kanë më shumë vlerë humane, profesionale natyrisht. Dhe prandaj ne jemi gjithmonë të gatshëm jo vetëm tek puna, por edhe tek mesazhi që secili duhet të lëjë nëpërmjet kësaj pune. Janë njerëz që mund të jenë të sektorëve të ndryshëm, por që i bashkon ajo që duhet të jetë përkushtimi, humanizmi, puna vullnetare që është kaq e rëndësishme dhe që shpesh herë njerëzit e harrojnë dhe shumë pas interesit e ndjekin. Profesor, ju keni marrë vetëm nga departamenti i infermierisë apo edhe nga degë të tjera të infermieristikës? Me qashtë unë, këtu kemi të departamentit të infermieristikës, që janë të gjithë studentët, pavarësisht programet të studimit ku ato marrin pjesë, sepse ne kena 3 programe studimi, kemi programe studimi në infermeri, në mami dhe në fizioterapi, dhe këtu unë shoh edhe studentat të fizioterapisë, po ashtu dhe kemi edhe studentat të mamis që realizojnë trajnime në lidhje me trajnime së shpejt, por pjesa dërmuese e studentëve që i nënshtrohen trajnimet në lidhje me trajnimin e shpejt janë nga programi i studimit infermerie e përgjithshme. Pra gjithsesi është tashmë drejtë në punë. Kjo është diçka e bukur dhe një testim tani që ata me sa shohun janë edhe në prag të diplomimit. Mendoni se përveç këtyre studentëve dhe të tjerë studentë do të paraqesin një nivel të mirë në ecurinë e tyre, në arritjet e tyre? Absolutisht, kjo është treguar edhe në vitet e më përparshme që studentët e infermerisë të Shkodrës kanë dhënë kontribute jashtëzakonisht të mëdha, duke treguar me rezultatet që ato kanë arritur. Së fundi ne kemi edhe ku absolutisht ndikon e gjitha praktikat, jo vetëm në spital, në terren, marrëdhëniet në lidhje me projektet, çdo gjë që vetë departamenti i infermeri organizon, dhe së fundi vlen të përmendet ku në provimin e licencës departamenti i infermerisë në Shkodër ka pasur rezultatet maksimale dhe më të mira në të gjitha departamentet e tjera në Shqipëri. Dhe kur flasim për infermierin me të gjitha profilet e saj dhe me të gjitha programet tuaja të studimit, natyrisht nuk flasim për një degë periferike, përkundrazi qendrore në shëndetësi, në mjekësi, në shërbime afër pacientit, dhe kjo jo më kot është ajo që vlerësohet brenda vendit në tregun e punës, por dhe jashtë tij. Kështu që ky hap i rëndësishëm qoftë akademik, por dhe praktik, është tepër i veçantë në jetën dhe ecurinë e këtyre studentëve. Absolutisht po. Faktikisht ne mundna për me fol shumë gjatë në lidhje me të gjitha eksperiencat që realizon departamenti i infermeri, por unë mendoj që aktorët e vërtet dhe herojt e vërtet, ato të cilët janë hallka e parë e zinxhirit të dijes dhe të shërbimit infermieror, janë vetëm studentët, të cilët sërish gjenë rastin t'i falenderoj përzemërsisht dhe t'i përshëndes me mundësitë që ju na krijoni. Dhe mendoj që janë vetë këto aktorë që duhet të tregojnë eksperiencën e tyre në lidhje me atë çfarë ato kanë përjetuar në këtë projekt tashmë të nisur, dhe besoj që do të jetë jashtëzakonisht afatgjatë. Kjo është e rëndësishme që për fakultetin tuaj tashmë keni lidhur një hallkë mjaft të mirë të lidhjes së teorisë me praktikën. Jo se ju nuk e realizoni për gjatë të gjithë kohës dhe procesit mësimor gjatë vitit, por kjo është një përballje direkte me pacientin dhe me jetën, apo jo? Absolutisht. Profesor Ylli, kishte diçka tjetër? Jo, do thoja për
për këtë vit, ndoshta duket numri I vogël 6, vjet kanë qenë 2, si vjet janë 6, si vjet pat me edhe ato trazirat që na sollen probleme koordinimin e datave të praktikës me datat që duhet organizonim atje në Bosnjë dhe numri është I konsiderueshëm si fillim, por jo ai ku donim me shku ne. Kështu që besoj që vitin tjetër do ketë përsëri një numër më të madh studenta që do marrin pjesë. Kjo është entuziaste. Është entuziaste, duhet mu përshëndet dhe unë besoj që unë që sot pra që këtë vit shikoj studentat vitit 2 që janë jashtëzakonisht shumë të interesuar për me ardhur, për me shku vitin tjetër pra me bë praktike në terren. Dhe këtë mas mje do të thojnë edhe studentat që I kanë kalu këtë eksperiencë sa bukur dhe sa këndshme ka qenë për ta. Besoj se të gjithë jemi dakord që tashmë mikrofonin t'u lëm këtyre studentëve dhe natyrisht ato do të prezantohen vetë ose më mirë mund të t'ju ndihmoj. Në studio së bashku me ne janë studentët Enrico Daka. Mirë se erdhe Enrico, mirë. Eriola Zefi, Enkeleda Mdoka, Elida Marku, Ornela Muja, Julvana Cenaj dhe përfaqësuesja e Maltezer Audrey Kopera. Mirë se keni ardhur, unë mendoj që mikrofonin ta kalojmë në dorë nga njëri student në tjetrin, por në fillim po I lë vendin Audrey, që është përfaqësuese e Maltezer, për të vështruar në një farë mënyrë se si është realizuar në këndvështrimin tuaj, duke u bashkuar misionit të Maltezer në ndihmë të njerëzve. Atëherë, Maltezeri është një shoqatë jo fitimprurse me bazën në Shkodër, edhe bazohet në fushën e mjekësisë, sociale dhe në mbrojtje civile. Dhe thelbi I Maltezerit është puna vullnetare dhe vullnetarët. Vullnetarë ka prej moshave të ndryshme dhe prej fushave të ndryshme, siç janë edhe vullnetarët e departamentit të infermierisë, në të cilat kena bërë aktivitetin e Medjugorjes, edhe kena bërë aktivitete të ndryshme si aktiviteti për ditën ndërkombëtare të sëmurëve në check-up. Edhe ju drejtuat sepse keni një credo, keni një praktik të mëhershme me këto student. Ndaj keni gjetur besoj gatishmërinë me njëhershme. Ju jeni vetë studente, por në një dek tjetër apo në këtë dek? Jam një studente e fizioterapisë. Pra lidhesh pikërisht me infermieristikën. Si gjetët këtë bashkëpunim? Sa të gatshëm ishin studentët në këndvështrimin tuaj? Tani Ishin të gatshëm, natyrisht. Natyrisht që ishin të gatshëm, aty na erdhi edhe kemi Gregorion, I cili është një dhënës I ndihmës së parë që punon tek Maltezeri, edhe në dha rasti I Medjugorjes, edhe natyrisht që të parë që shkuam ishtin ata të digës të infermierisë, edhe u treguan më se të gatshëm të na ndihmonin si vullnetar. Ndërsa përvojat kanë qenë të ndryshme, apo jo? Secili prej jush jeni përballur me një rast të veçantë ose 2 nga 2 keni realizuar ndërhyrje, ndihmë të shpejtë. Si ishte situata? Sepse aty, me sa di, ka një terren të thyer, vështirësi edhe tek moshat që I drejtohen atij vendi pelegrinazhi, kështu që prandaj është menduar ndihma, se nëse do të ishte në një vend të qetë, me mosha të reja, ndoshta nuk kishte qenë kaq emergjente dhe kaq e nevojshme një ndihmë e tillë. Po. Është Julvana Cenaj. Po. Atëherë, fillimisht kur kena punu 4 persona njëri grup, 2 persona grupi tjetër. Kena punu në 2 turne, 2 kena qenë paradite, 2 persona tjetër kanë qenë mbasdite. Kena punu me kohë të zgjatur. Në mënyra se si organizote ishte një qendër ambulatore. Si rezultat I pelegrinazhit ishte një vend me turista me një numër shumë të madh. Ishin më shumë mosha të thyra, të cilët sipas mbas terrenit të vështirë që ishin, na përfaqishin shumë dhe raste neve si student, si qendër ambulatore ishte para që funksiononte më shumë dhe vetë qendra ambulatore ishte ajo që pritej studentat, priste dhe jepte mundësi atyre që të realizonin praktikat në terren.
Ishin moshat e thyra të cilët vishin më shumë, ishin raste të ndryshme. Disa prej nesh na ka toku me punu direkt në terren. Unë së bashku me Enrikon kemi qenë një rast i cili kishte pasur një fraktur, kemi shkuar me Gregorin, është trajnuesin profesionist. Kemi paraqitur rastin, e kemi marrë me urgjencë, e kemi paraqitur në qendrën ambulatore. Në bazë të reagimit tjerë është transportuar në spitalet e tjera. Kemi pasur edhe rastet e tjera, kanë qenë vajzat. Po. Atëherë, Është emri juaj? unë jam Ernila Muja. Gjithashtu edhe na kena pas raste të ndryshme, siç tha edhe Julvana që disa i kena prit në ambulator, janë paraqit, kena bërë triazhin e tyre, atëherë i kena paraqit edhe na të doktorit, të infermieri, gjithashtu me shokun Enrikon kena pas një rast në terren, bashkë me Gregorin, që është trajnuesi jon, kena marrë me ambulancë, aty në moment kena dhënë ndërhyrjen e parë. Masandej kena transportu tek qendra ambulatore. Ishte një rast tjetër, jo fraktura. Jo, ishte një rast, ishin dy raste për herit, domethënë ato kishin kryer pelegrinazhin, ishte një djalë i ri, ishte me pak me aftësi të kufizuar, ishte edhe një gru në moshë pak të thyme, pasi kishin kryer pelegrinazhin, kur ishin duke ul poshtë malit, kishin pas njëna ishte rrëzu, ndërsa tjetër nuk ishte ndzi mirë sepse kishte sëmundje të ndryshme, pasi i kena dhënë ndihmën e parë të terren, i kena transportuar në ambulancë. I keni ndjekur më pas të paktën me telefon si shkuan, si u përmirësuan, pra sepse ndjekja e rasteve është një ndjesi sa profesionale aq që humane, apo jo? Patjetër, me gruan në fjalë ne ndajt me deri në fund të ambulanca, sepse rasti i saj përfundoi domethënë u bë mirë edhe shkoj në shtëpinë e saj, ndërsa rasti tjetër e bë me dërgesën në një spital tjetër në Bosnjë. Domethënë në çdo momentin që ai shkon në spital, atëherë kalon në persona të tjerë, për kujdesje të tjera. Enrico, me sa po shoh, ka qenë shpesh një emërues i përbashkët, duke qenë se edhe djalë ju e keni pasur si vëllain e madh në këtë rast, apo jo? I vogël. Po do të një ndihmë sepse ishte rruga, pavarësisht ishte rruga keqe, do të transportohet me barrel. Dhe do të ndihmoshim, pavarësisht se ne ikshim ka dy persona, barela do të katëm, lëshëm me pelegrin tjerë që na ndihmonin, do të transportojmë deri te ambulanca poshtë. Sa të mirë kuptueshëm keni qenë, sepse të komunikosh, ju jeni shqiptar, të tjerë kanë qenë nga vende të ndryshme, gjuha e shenjave, gjuha e folur, gjuha e humanizmit, si ka shërbyer në këmbimin e të gjithë këtyre rasteve që ju keni qenë pranë? Duke qenë se është një vend pelegrin, edhe gjuha humane është primarja aty. Natyrisht. Pastaj edhe me fol në gjuhë tjera edhe me shenja normal që. Edhe anglishtja, sepse kriteri bazë i zgjedhjes përveç aftësive profesionale dhe arritjeve tuaja ka qenë komunikimi në anglisht. Po. Si jeni ndjerë, sepse rast pas rasti natyrisht ju bën edhe më të fortë, ju bën më praktik, më të afërt, më të zhdërvjellët. Shpirtërisht ti ndjerë Enrico, personalisht ti? Personalisht jam ndjerë shumë të afër me ato, sepse shumë ishin janë me aftësi të kufizuar edhe të bëjnë të tërheqin për vete, me thënë drejtën, dhe duhet i ndihmon me vullnet dhe me pasion i ndihmon ata. Çfarë programi studimi ndjekti? Jam infermeri përgjithshme. Infermeri përgjithshme. Si ka shërbyer përgatitja jote deri tani në këto raste? Përgatitja 3 vite që kemi, sepse kemi bëjmë praktik çdo vit akademik, na ndihmon shumë që të hasim raste që hasim atje i asistojmë dhe na ka ndihmuar shumë këtë. Praktika në Shkodër. Një rast tjetër lidhet me emri Ariola, përshëndetje. Si kanë qenë ndjesit tuaja gjatë këtij projekti? Atëherë, sigurisht përveç se trajnimi që ishte një ndjesi e bukur edhe ishte një eksperiencë e re dhe ideja që do shkonim në Bosnjë,
na emocionoi. Gjithashtu edhe puna që kryem atje ishte një eksperiencë e bukur, ishte një ndjesi humane të ndihmoje njerëzit. Çfarë rastesh konkrete keni patur? Atëherë, kryesisht ne kemi qenë 2 vajza me shoqen edhe kemi ndenjur tek qendra ambulatore. Kemi ndihmuar raste që kanë ardhur aty përveç se triazhimit, i kemi kaluar tek mjekët apo infermierët sipas nevojës së tyre. Klasifikim, po. Klasifikimi i rasteve që ishte, domethënë, ndaj 30 minuta, ata që kishin nevojë për ndihmë urgjente, ata që kishin mbas 90 minutash, ata që kishin nevojë për mjek përgjithshëm apo edhe kirurgji. Sipas rasteve të ndihmës. Pak a shumë një diçka që ju ka bërë përshtypje, që ju ka mbetur në kujtesë, që ndoshta do të mbetet gjatë një rast, një njeri, një fytyrë që kërkon ndihmë, disa njerëz që ju drejtohen. Përgjithsisht të gjitha rastet kanë qenë të përafërta me njëra tjetrën edhe Sa ditë keni qëndruar? Një javë. Atëherë ne kena qëndru një javë. Enkeleda. Enkeleda, përshëndetje. Përshëndetje. Kena qëndru një javë, ka qenë një eksperiencë e paharrueshme edhe është domethënë diçka shumë e mirë edhe për ne, për me vënë punë edhe praktikën tonë që kena realizu. Kena parë raste nga më të ndryshmet, edhe kanë ardhur persona domethënë me patologji nga më të ndryshmet edhe ku jena kujdes. Çfarë programi studimi ndjek? Infermierie e përgjithshme. Infermierie e përgjithshme. Mendon se ndonjë dilemë që ti ke patur mund ta ke zgjidhur me praktikën që ke patur në këtë rast? Po, normal ka qenë një aftësi, domethënë një mundësi shumë e mirë për ne, për me mua aftësu më shumë. Menjëherë një ndërhyrje me inicion të veçantë po, për një rast? Po, rastet kirurgjikale, ku domethënë atje sipër nga pelegrinazhi i erdhi një frakturë, që kishte pësu frakturë të kokës, edhe po ishte si rast, edhe aty domethënë asistu domethënë bashkë me infermierën. Janë dridhur duart në po, një moment. Ishte emocion i papa. Janë ndjesi njerëzore natyrisht. Po, pjesa kur fillum duke e mjeku, ishte emocion i papa. Po, pastaj e kaluat emocionin. Ndërsa vajza tjetër quhet Elida, po. Atëherë kur na u afru si mundësi për me shku në Bosnjë, si fillim ishte praktik, ne kena bërë praktika edhe për shkolla. Por ati ishte diqa prap ma reale, ishte drejt për përgjithësia jonë, përveç se ne kena qenë gatshëm për me dalë me ambulanca me një fëmijë të pelegrinazhet. Kena qëndru në qendrën ambulatore, ku kena kena bërë triazhimin, klasifikimin e pacientëve në bazë të nevojave të tyre. Vishin në raste ka më të ndryshme, ishte njerëz për shembull që doshin thjesht me tensionin, kishte njerëz që kishin fraktura, gjymtyrve, mund kishin edhe dislokacione, kyçeve. Gjithashtu një rast që më ka pëlqyer ishte shumë i bukur, ishte se gjatë nga që çdo ditë edhe çdo orë u kryte rritet fetare. Ne merrshin në çantën e ndihmës sport edhe dilshna nëpër terren dhe shikoshin nëse njerëzit kishin nevojë. Kishin shumë njerëz që vishin thjesht me na pyet prej ku jeni, çfarë përfaqësonin, nga që shifshin maltese shkruar nëpër rrobat. Edhe ishte shumë interesante, thjesht ndihma që edhe pse ata nuk vishin me na kërku neve, na dilshna edhe shifshim nëse ata kishin nevojë për ne. Pra prania juaj ishte një garanci e afërsisë së ndihmës. Kishte edhe grupe të tjera të ndihmës apo për momentin ishte vullnetar? Jo, 2 javë që kemi qenë neve, një javë një grup dhe një javë grupi tjetër, ishin përfaqësuese vullnetar për Shqipërie, kishte edhe për Gjermanie. Ky ishte edhe kyçi për shkak se ne kishim komunikoshim me njerëzit që kishin aftësi në gjuhën angleze, kurse kishin tjerët ishin vullnetar për Gjermanie, ishte një prift, edhe ai kishte u merrte me personat të cilat dinin gjermanisht, kishim Gregorin i cili u merrte me personat me italisht. Domethënë grupeve tuaja të ndihmës, keni patur mundësi të shkëmbeni eksperiencat tuaja sado që janë akoma fillestare, po gjithsesi duke u konsultuar të realizoni zgjidhjen e një rasti apo një tjetër? Normale, sa vite për shembull se ndroshim turnet, ishte pyetja e parë ishte ç'a erdhi sot, ç'a bëhet sot, cili ishte rasti më interesant, ose kush ka shku në terren fill me tregu. Ju jeni tashmë diplomant.
të degës së infermieristikës. E kujtoni vetën 3 vite më herët, natyrisht me atë dëshirë të madhe për të futur këtij fakulteti, kësaj dege, por që sot jeni të tjerë, njerëz që keni krijuar tashmë përvojat dhe keni fituar njohuritë tuaja. Si ndjeheni gjatë kësaj periudhe fillimi dhe përfundimit të shkollës, i cili është një prag tjetër, fillimi të praktikës jetësore apo vazhdimit të thelluar të studimeve tuaja? Atëherë, si fillim, kur hyn në vit parë, është ideja që me marru një shkollë me siguru një tardhme, por gjatë viteve këtu pase infermieria është një punë humane, krejt si menim se është thjesht një punë që kemi siguru një tardhme, për është diqa ma humane, diqa ma njerëzore, edhe t'jep ma kënaqësi aftësitë e tuja kur mundesh me ndihmu diken, se sa për shembull një diplomë që mund të marrim fond ose sigurimi një pune. Sa të sigurt e ndjeni veten nga njohuritë që ju keni marrë për të realizuar më pas hapa të tjerë që ju patjetër do të keni gjatë ecurisë suaj? Siç e thonin edhe profesorët, që gjatë 3 viteve ne kena pas orë teorike, përveç të ne kena pas edhe orë praktike, kena bë praktike në spitale dhe normalisht që kja gjana ka ndihmu shumë, na ka aftësu për që nesër mas nesërit kur të hyjmë në punë t'jena më të aftë. Përveç praktikës spitalore që kena bë, domethënë finalja ishte edhe kjo praktika që bëmë në Bosnjë, edhe që na ndihmoi më shumë me pas në besim në vetvete edhe në dijet që kena marrë gjaty në 3 viteve. Sepse në fillim kur shkume domethënë nuk ishim të sigurt ose kishim pak si frikë momentin e parë që jo takoshim me pacientin, sepse duket sikur një përgjegjësi bjen direkt mbi ty. Por në momentin që vazhdon e praktikohesh edhe ti i pret atë raste, domethënë ke dëshirë, mu praktiko edhe më shumë, atëherë e shohim vedin që në fund jena më të aftësuar dhe kena më besim në vedin tonë. Mirë, ka qenë një eksperiencë e bukur. Me sa di unë, ju keni shprehur edhe një dëshirë që këtë eksperiencë ta vazhdoni. Ta përsërisim edhe vitin tjetër, patjetër. E keni shprehur natyrisht pa. Të gatshëm. Jeni të gatshëm, është kështu? Po. Secili prej jush e pohon një gjë të tillë. Çfarë do të thotë kjo, Odri? Ju që jeni në Maltezer, që jeni koordinator i këtyre projekteve dhe si thuash organizues i tyre. Këto projekte nuk marrin kurrë edhe ku e merr me ardh së më shumë vullnetar, sepse vullnetarizmi me të manë që është një eksperiencë shumë e bukur, edhe t'i zgjeron me të manë horizontet. Bukur. Ndërkohë që jeni në prag të përfundimit të shkollës, keni provimet përfundimtare, keni temat tuaja, ashtu si ndjeheni? Keni shumë punë, apo jo? Po, secili mund të flasë për përgatitjet e veta. Atëherë shpresojmë që kena me realizu finalen sa më mirë, të 3 vite jena të mundu që fillimisht me mësu, me ditë gjana që janë të na i paraqit, krejt materialet, me mësu me marrë më të mirat, me kontrollu, me ndërthur teorinë me praktiken, edhe inshallah që finalen kena me realizu ashtu si dëshirojmë. Është e vështirë, është një degë shumë e vështirë, sepse i herë ke ndjenjen e të frikët për se ke jetën e një personi tjetër në dorë. Absolutisht po. Por normal që duhet me studiu, duhet me mësu, duhet me ditë mu përballë, duhet me ditë se si ke me reagu, me hek frikën dhe me pas ma shumë besimin, sigurin, me kriju atë ndjesin, ma shumë me pacientin, lidhjen, ma shumë se si thjesht një infermiere. Edhe këta gjana në ka ndihmu shumë që me arrit këtë finale, inshallah po diplomohemi ashtu si që dojmë, edhe kalojmë në një nivel tjetër studimit. Pra, ju mbaroni një cikël studimit, po shkolla nuk mbaron këtu. Vetë jeta është një shkollë më vete, madje një shkollë shumë e madhe e cila të ndihmon ditë pas dite. Ju keni hedhur disa hapa të parë, siç ishte kjo eksperiencë në ndihmën tuaj në këtë qytet pelegrinazhin në Bosnjë, por nuk do të jeti vetmi. Praktikat tuaja natyrisht gjithmonë do t'ju përballin me të tilla raste dhe është ku ka më bukur që t'jesh në ndihmë të njerëzve, të shpërndash profesionin tënd, por dhe humanizmin e shpirtit.
Dëshironi të vazhdoni patjetër ciklet të tjera studime? Normal, është bachelor, janë 3 vite, neve na duhet licenca e drejta punës, na duhet edhe masteri, edhe nuk e di çfarë dëshirojnë studenta tjerë, po unë për veti normal që po. E gjeni këtë mundësi këtu në Shkodër apo duhet të kërkoni diku tjetër? Kena masterin profesional, shpresojmë të punojmë për masterin shkencor, do të ishte mjaft ideale për krejt studentat këto, edhe normal na duhet licenca fillimisht. Unë shpresoj që këto hapa të jenë të sigurt tek ju, sepse mbështeten natyrisht në përgatitjen, në punën, në dëshirën, në ndjenjat shumë të bukura dhe humane që shoqëron natyrisht profesionin që lidhet me mjekësinë, me ndihmën që i jepni njerëzve. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Të nderuar dëgjues, së bashku në këtë bisedë ishim me pedagogë dhe studentët infermieristikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin Luiz Gurakuqi. Falenderoj shumë shefin e departamentit Emiliano Pietri, pedagogun Julian Kraja, studentët Enrico Daka, Ariola Zefi, Enkeleda Ndoka, Elida Marku, Ernela Muja dhe Julvana Cenaj, si dhe përfaqësuesen e Maltezer Odri Koperaj. Faleminderit shumë që na ndoqët, besoj se mesazhet e kësaj bisede janë të drejtë për drejta tek të gjithë ju që na ndiqni, jo vetëm punë e paguar, por punë e bukur, humane, punë që lidhet me humanizmin, me njerëzit. Ajo është puna që natyrisht shpërblehet më shumë në shpirtin tuaj. Faleminderit.